Të nderuar shikues, përshëndetje. Presidenti i Kosovës Ibrahim Rugova para pak qastesh ju ka drejtuar qytetarëve të Kosovës pas kthimit të tij nga qendra mjekësore amerikane në Gjermani. Ta ndjekim fjalën e kryetarit Rugova. Qytetarë të nderuar të Kosovës, zonja dhe zotërin. Të shtunë u kthevan nga Gjermania, ku isha në spitalin ushtarak amerikan për testime dhe përshërim. Mjekët kanë gjetur se vuajnë nga kanceri lokalizuar në mushkëri, prandaj me kanë caktuar një terapi intenzive shëruese. Gjithashtu mjekët kanë konstatuar se tash gjendja ime shëndetësore është duke u përmirësuar dhe janë optimist për shërimin tim të shpejtë. Në këtë rast, me vlerë të veçantë falënderoj nga zemra qeverinë amerikane, që këto ditë u kujdes dhe u kujdeset për gjendjen time shëndetësore. Një herësh, falenderoj ekipin mjekësor amerikan dhe kosovar që më kujdesen për mua. Qytetarët e dashur të vendit tim, jam i bindur se mendimin e Zotit do të ka përcej edhe këtë betejë dhe do të vazhdojnë të punojnë së bashku më fuqishëm për njojnë e pavarësisë së vendit tonë Kosovës, sa më parë nga miqtë tonë Amerikan e Europjan. Pres për krajën tuaj, si gjithmonë, Zoti ju bekot, Zoti bekot miqtë e Kosovës, Zoti bekot Kosovën, faleminderit. Shikues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion special të lajmeve. Për më shumë mundësi do të informoheni në edicionet e tjera të radhës. Mirupafshim.